Edi Rama lëshoi zyrtarisht Belinda Ballukun. E para femër që drejtësia duket se nuk do ta kursej, pasi pasuritë të cilës kalojnë ato të çdo individi të gjinisë mashkullore në qeveri, e përballë këtij mali me para publike të vjedhura, vështirë të mbyllësh një sy. Aq sa edhe vet lideri suprem u detyrua ta bënte kokturku për të shpërtuar dinjitetin e partisë. Pavarësisht se ka deklaruar se kjo e fundit i ka kërkuar 3 herë dorëheqjen dhe si ja kishte pranuar, përfundoi duke e shkarkuar. Bashkë me Ballukun, që të mos fërkonte barkun, edhe Elisa Spiropali përfundoi e shkarkuar. Rivalja Ballukut për vëmendjen e Ramës, të cilës ju bë më së shumti qefi kur spaku e mori nën hetim, ka ngrënë sot kumbullat e tharta. Thumbat publik të sindromës Zot, për të cilën i referoi Ballukut, duket se i kushtuan edhe Spiropalit, në një lëvizje që ruan balancat e xhelozime femërore në parti. Për të mos mërzitur Belën, Rama hoqi qafe edhe Spiropalin. Manastirliu ka mbetur në harres dhe vetmja nga grupi i konkubinave që i ka rezistuar kohës është Kumbaro, mbase prej faktit se i përngjan një komuniste e të vjetër të bindur. Albana Koqiu është e sapo emëruara e Ramës, e një vlefshme me një kukull firmosëse me fije që e lëviz si të duash.